Një prej smunjeve që nuk kena folë për ta është, se kjo është tim vete, ka thash shumë smunje, është të lidhurit e zemrës me dikën tjetër pas Allahut azza wa jalla. Kjo është smunje e rëndë, mëkat i madh i zemrës apo. Dikush më nën muli zemra për dikën pas Allahut, domthon teqe, tyrbe, jo valla sa është kjo apo. A din çka nën kupton muli zemra me dikën pas Allahut xhallahu ala, a din çai bën? Çai çu ka thonë lemot apo. Kanë thonë çdo sen që ti nuk e paramenon jetën pa ta, pas Allahut tu ka li zemra për ta. Sa njerëz thotë, inshallah, për shembull pik, ha? Thotë inshallah se ndos gruaja ziç apo ja. Mos vet. Ose gruaja më mdik burrin, mos vet, unë ziç që në zot Allah. Ose ai veç pa Allahun nuk mundesh. Po mërzia, keqardhja, këto këto po. To janë normal. Ama pa ta hiç. Sa njerëz sot dhe cigarën, çish më ka për ditë. Po çka kjo është muli zemra për ta? Me çfarë dashur ti ai? Ai bulebi cigarës ka pi, ka pas një cigare tjetër ka pas. Apo ai ka pas latën cigare te keni tjetër. Ç'është ti këtë punë? E rëndësishme zemra me çka u lidh. Andaj një dietare përmend një rast do thotë kështu. Thotë një motër muslimane ka fillu me umbulu edhe me fal namaz mirë, po subhanallah i është shtu shumë presionin nga ana e babës. Shumë i ka bozullë më pëtan. Edhe mendë që ka prit me pas një rrugdalje atë. Allahu xhallahu ala e ka nderu me një burr musliman të mirë. Sa që aja motra vetë ja ka përshu këti djetari i ka thonë, wallahi, do me thonë, krejt që ka një gru dëshiran për një bura i ka pasat. Nuk di asë një të keqë që mja përmen, kur, asë të metë, jo pse du mja mlu, për një me nuk ka pas, ka qenë shumë i përkushtum. Edhe, jetë shumë të lumëtër, e ka plëcu zbrastirin e prindve që e kam preshtu për i shpisat, burri. Thot në furnizaj Allah Gjallera me një djallë, u shtu lumëturia e gzime dhe ma fartë atën, u knaqëm. Alhamdulillah, djalli si jo mas mirë atë. Thot pastaj ishte në rrugë për të ardhur djali i dytë. Një muaj ose 2 muaj para se me lind, thot vdeq burri atë. E normalisht zbrastinë e madhe atë. Si kish pa kuptuar ajo deri në këtë rast. Edhe tha, e pse bre sa mirë kam të u knaq. Edhe ka psu, po goditje, shtirë, s'u paramenon. Edhe ka shku te ky dietar atë. Edhe tha, o e pash që ishtë gjendje e rondë, më thonë, fështirë. Pse? Nuk ka veç burë kjo, ka qenë edhe babë dhe noni, ka ndimu në dinë, ka qenë shumë dimenzional. Kjo djetari ka thonë, ke qenë e lidhur për te, e regull është, ma e men këtë regull njët, e ki hedije ki sonte. Wallahi shumë është i shtret, kjo s'bën me pare kjo rregull. Sa dush pare me jep, sa dush me jep mal s'paguhet kjo rregull. Mere fal. Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimullah. Kushdo që lidhet për diçka, pos Allahut dënohet përmes tij atë. Pse? Se thot Ibn Taymi rahimullah, nuk lejon Allahu xhalla xhelaluhu pa u shfaq të metet e ti, pa me të kalzu se gabim e lidhë, pëtën. është darë dikun të tërë mu lidhë. Andë ja shfaq të metet e shgënjesh, ose desk, është e met me dik, së është dash me dik, e po dash me dik, me të kalzu ty që, edhe i bërejme e samë, është dash me ja qitë thikën këta, pëtën me kalzu që duhet me qitë për zemra të. E tha i thash kësaj, po, je lidhë shumë, je dënu pikësh për këti këndjetën. Edhe i thash, ata mërmenja, se qëtësor në qofë se të thëmë se Allahu Gjallahu Ala ka gjelozu në zemër tonë dhe ka qitë të pjatyt, u qëtësor thëmë. Normal se Allahu Gjallahu nuk dëmë me pa diqka në zemër tonë. E ti në qofë se të një fillon, për shambull, asë kuptim dashuris, por asë kuptim frikës. Në njerë normal, njëri tutët, po mu tut për të masë diqka, mu sharë, zbanë, e tutë e ka kufin e vetë, ka dalë, se që shtu veç për Allah du të më tutë. Për shambull, nej, gjdo sen që njëri në këtë drejtim e te pranë, dhe më thonë, si kurse përmana lidhja me dikant të të pas Allahot Azogjel, e shpijen me katë madhë.